bravo. Në fakt, pandeja se s'pavazhonit akoma. Se thash mos keni një recital, me jemi në prag të mbyllur, domethënë e keni gjatë, po nëse. Unë mendoj të marrë të pandehur ato. Se vini sonde në fix fare, kuptohet? Jo më larg sa dje. Po. Krye prokurore e përgjithshme, zonja Ina Rama. Se sa dori sallaku? Jo, po ka ikur dori. Takoi ambasadorin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës, zotin Withers. E takoj kështu në rrugë. Po, jo, bani një takim, kupton, bëni një takim bukur. Teta. Po, një takim shumë interesant. Pas këtij takimi, miq nderuar, siç keni marrë vesh të gjithë, doli një deklaratë e ambasadorit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, John Withers. Jo, të lexoj disa pjesë të deklaratës që janë shumë interesante. Janë shumë të bukura. Bukur thotë prokuroria e përgjithshme informoi ambasadorin mbi aspektet publike të një sër hetimesh në vazhdim, përfshirë në mënyrë specifike atë të Gërdecit. Prokuroria e përgjithshme informoi ambasadorin. Si informoi tani? Se ku është shkruar kjo që prokurori një vend, domethënë, për më tepër i përgjithshmi, shkoi të raportoj një ambasadori që ka sigurisht. Po normale, mor se ambasadori amerikan kene ka vënë rresht edhe policët në Lezhë për shembull. Ka bova ti. Një komisariatit. Po më çe keni boju këtë ditë, mi çka keni kapë sa keni. Se tu amerikanët e ne kanë lënë fakma kur kanë ardhur gjithë. Një sekondë, vazhdojmë deklaratën, dëgjoj. Qeveria amerikane do të shihte e zgënjur dhe alarmuar çfarëdo përpjekje për t'ia nështruar këtë hetim, çfarëdo ndikimi të jashtëm. Është detyra kushtetuese e prokurores së përgjithshme dhe jo ajo e ndonjë organi tjetër të qeverisë që të kryejë punën e saj pa pasur ndërhyrje. Shumë bukur. Këtë kam thënë unë gjithmonë, jepi. Pra, jo, domethënë, të mos allakatemi, ambasadori amerikan i është referuar kushtetutës shqiptare. Pra, pavarësia e institucioneve. Vazhdojmë pas deklaratën, thotë. Që të ndodh kjo, thot ambasadori amerikan, që të ndodh kjo, varja, është e domosdoshme që parlamenti të trajtojë në mënyrë të menjëhershme çështjen e imunitetit parlamentar. Më fal. Kësa kuptoj. Jo, një sekond, pra, në një paragraf kemi dy momente që duhet të ndalem. Pra, një paragrafin e parë thoshte që ka detyrën e çipavar, ka detyrën e saj kushtetuese, që është normale, bukur. Ndërsa në paragrafin më poshtë që të ndodh kjo, është e domosdoshme që parlamenti të trajtojë në mënyrë të menjëhershme çështjen e imunitetit parlamentar. Pra i thot ambasadori amerikan, më thënë një ambasador i trupit diplomatik i Shqipërisë, thot parlamentit, mbledhuni dhe diskutoni imunitetin parlamentar. Më fal. Po kush e ka ndorë këtë amerikani merret në parlamentin shqiptar? Nuk e di, por se di. Kur ta thosha unë, ta ketë kushtetuta jonë që ambasadori amerikan ka drejtë të mbledhë parlamentin shqiptar, të mbledhë deputetët e Shqipërisë dhe diskutoni imunitetin parlamentar. De jure nuk e ka. Po de facto ka mundësi të më thonë, as kemi parlament, e kupton apo jo? A ka s'ka kryetar parlamentit këtu? Sepse, më thënë, minimalja, sot duhet kishin deklarat të parlamentit shqiptar. Kush jeni ju, zoti ambasador? Zoti ambasador, që na urdhërokeni të mbledheni për diskutuar imunitetin parlamentar. Në fakt, hetimi duhet të jetë i paanshëm dhe i gjithanshëm dhe i bazuar në fakte dhe në prova. Parlamenti është i vendosur për të hequr imunitetin, kjo është përsëritur disa herë dhe do të ndodhin shumë shpejt. Është turp vetë domethënë për kryetarin e parlamentit, kupton apo? Nuk kupton? Mua krijoj një domethënë më zgjidhë një hall të madh që ka për brenda. Herën kur vin zgjedhjen e ke ideni kur i kemi? Zgjedhjet janë 2009, po. Jo, do votoj, pa e gjeta për këtë do votoj. Për këtë do votosh për? Ambasadorin amerikan. Çe? Po ai do pikat mbi, mor ai thotë do mbledhen edhe mbledhen. Jo, në shikoj. Jo, në fakt që është vërtet. Ai një lesh kaq dhe bëri. Jo, në fakt shikoj doktor. To ngatrojnë pushtetet e njëri tjetrin. To harrojnë që prokuroria e përgjithshme është e pavarur. Parlamenti është i pavarur, secili nuk ka punë. Çohet. Josefina Topalli dhe i thot prokurorisë përgjithshme Ina Ramës. Ti nuk na ke sjell prova. Ja, shikon ti si ju. E ti do të dëgjoni deklaratën dhe kemi pas pak. Jo më kjo është në Ju në amerikanë. Ndërkohë, unë do ju vënë në dispozicion 8 volume me shkresa dhe dokumentacione, pjesë e madhe për cilave nuk kanë ardhur nga prokuroria, nuk i ka sjell prokuroria, për t'i vënë në dispozicion parlamentit, janë shehur parlamentit, janë shehur parlamentit. Po kjo pun, pra, më thënë është që tha, kryetarja jonë është dhe dhe shqipojnë tokë, do më thënë. Po vetëm shqipojnë, po na del, po. Edhe kryetarja parlamentit dhe dhe prokurore, që i thotë prokurore përgjithë, moj na ke fshehur prova ti. Ndërkohë, dua ta pyes zonjën Josefinën, direkt. Ku e di ti kush merret provë në këtë rast, më thënë? Jo.
Mi që ore mi që thot na ke fshirë prova, pse nuk thot që na ka fshirë këto prova? Të thot vetëm na ka fshirë prova të kryer prokurorja. Pse nuk tha, janë këto dhe prova që në marrë vesh ne, kisha prova. Edhe për medium kjo muhabeti për të gjëra. Po për edhe për gjëra tjera. Normal. Shiko, ku e gjen fortën, më thënë, shiko. Gjykatse mora. Kjo është një kopje e Berishës, kupton, po femër. Klonim. Një klonimi nuk e luan topi. Kupton vetë se është femër këra. Çka ke? Berisha klonim. Po normal. Jo, dua ta gjej këtë domethënë. Dua ta disi nga i buron ky gudim që thot prokuroria na ka fshirë provat. Ku di ajo kush është prova? Ndërkohë që në para të ditës thamë që prokuroria ka çuar ja 600 ca faqe. Me lexoni, aty ka prova sa duan, ku do ta bëjë? Mo 600 faqe? Ti budalla. Po prandaj po them. Pra, mi nderuar kishim një deklaratë ku ambasadori amerikan, zoti John Withers, ishte i shqetësuar për ndryrjen e parlamentit qytetar ndaj prokurorisë. Edhe theksote që prokuroria është organ i pavarur. Një paragraf apo thoshte, vërtet është i pavarur, por për flas nuk duhet të mblidhet me njerëz për të analizuar imunitetin parlamentar. Këtyre amerikanëve unë gjithë rasisti. Si me zam. Sikur po shtym. Po ti po shtym të vjen ke vetë aty. Pa kështu e kam. Publicitet, po çe kështu por. Si na ty. Në përmëndë të uajnë se nuk jemi dhe shumë kohë bukur atere. Si do t'i vej fati kësa në Shqipëri e këzona pjo? Sepse kam në dorë të mineruar, do flasin pak më vonë, tani për do të bërën pak e i madhi Fai Konica. Këtë pak e ka thënë një shprehje që është një perlë, tha, Shqipëri. Të kam vjerë vë me vë. Me vë, s'të mora vesh asnjëherë. Si do bëj kështu? Si do bëhet ky vend? Kur do të thotë që parlamenti është më vete, prokuroria është më vete, trupi i ambasadorëve më të takuar në Shqipëri, diplomatik është më vete, nuk mund të ndërhyjë politik. A kur do kuptojmë që jemi shtet i pavarur? Atëherë mi nderuar i kthemi një problemi të vjetër sa jeta shqiptare, e drejta autorit. Është folur e për bites madje thashë në një kanal televiziv, nuk është në Top Channel, po, edhe për një kishinac amerikan që jepshin eksperjenca se si mund të veprohet ose të praktikohet të drejta autorit. Po shumë. Ndërkohë që këtu problemet janë shumë më imediate. Duhet funksionuar konkretisht më sotri. Por pse nuk ngrihet për shembull se bie në gjykat, ose një trup gjykues që është fiks vetëm për të drejtën e autorit. Ka shumë gjëra që duhet shkojnë në përgjigje, kuptohet apo jo? Ka ta bëjnë ka plotë ministria e gjëra ta bëjnë. Po të ketë një shumë pjesë që të marrin një vendim domethënë pa. Kjo është origjinale, kjo skema të drejtë. Ka më kritik sa dush. Keni folur para çka kohësh për zotin Ramiz Lika, kupton? Edhe është libër Emil Zolas ky, mankuar ditën që më lindi. Tani është Emil Zolas apo? Jo, Ramiz ishte Lika Publishing, Publishing. Pra, Ramiz Lika thot këtu, mankuar ditën që më lindi. Ose marrin përsipër edhe të venemat vëllë suar ka bërë ky romanin. Do ndërkohë që është Emil Zolas. Pra këtë probleme kemi diskutuar një herë, ç'ndodh? Na vjen i nderuari profesori Nashu Jorgaçi. Një studiues ka hershëm i letërsisë shqiptare, shkrimtare etj. Ndërkohësisht dhe një studiues i figurës së zotit Fai Konicës. Po, dhe veprave të tij. Edhe botoi një libër profesori, botoi një libër që mbledhur për zgjedhur e përgatitur nga profesor Nashu Jorgaçi. Po. Për mbledhje të veprave të Konicës e gjëra më pikante. Po ç'ndodhi? Tek po gjepnin kafen e mëngjesit, me doktorin, na të ujin që na këndell forcat. Po. Na vjen një Fai Konicë tjetër, vepra botuar nga, më falni, Zgjodhi dhe Pruri. Vasilika Sherifi. Po. Ore tha profesor Nashu, po si ka mund të jetë ke emri këtu poshtë? Por e tha, po si ka mundësi orta, unë punova 10-11 vjet për... Që nga 6-7 caja, prandaj po them. 6 caja. Kur temë nuk botua një libër tjetër, po temë kë njësoj, po temë këtë... Mota idhjo. Ndjekim pak një lëvizje në profesorit, me vëmendje pastaj ju tregojmë se si librat janë tale uguale. Ndjeni. Unë kas punësime si shkrimtar, punoj për vitesh dhe si studius. Një punë që është shtrirë në kohë, do të dhe me vite, sepse më është dashur të kërkoj në pra arkiva, në biblioteka, në burimet të tjera, brenda dhe jashtë shtetit, dhe si rezultati i kësaj unë arrita në vitin 1993
të botoj për herë të parë në historinë e botimeve shqiptare veprën e Konicës të zgjedhur. Në Treg ka dalë një libër, Vepra e Konicës, ku përmbledhet vepra e zgjedhur e tij, ku tale quale është lënë vepra ashtu siç është, vetëm është hequr emri im dhe zonja që është një librare e quajtur Vasilika Sherifi ka vënë emrin e saj edhe ka nxjerrë veprën, e ka botuar dhe ka nxjerrë vetëm në qarkullim. Falenderoj dhe një herë Fiksin që ngre probleme akute të prekjes apo cënimit të drejtësisë autorit në Shqipëri, me kërkesë po të profesor Nasho Jorgaqit, ne jemi vënë në dieni dje për këtë pretendim të tij, ka depozituar këtu një kërkesë ankimore. Sa zgjat ky hetim administrativ? Rasti më i keq zgjat 90 ditë, pasi ky është dhe afati maksimal i parashikohet në kodin e procedurave administrative për një organ administrativ që kryen hetim administrativ në lidhje me një çështje të caktuar. Patjetër që ne do të kryejmë gjithë hetimin e nevojshëm administrativ, do dalim me vendimin ton, e cila jap rrugën palëve i drejtorit gjykatës. Ai që do të kërkojë, që ka të drejtën dhe do të kërkojë dëmin material dhe atë moral apo dhe sekuestrimin, nxjerrjen nga tregu, shkatrimin, konfiskimin e kopjeve, si dhe pala tjetër që nuk mund t'i pëlqejë vendimi dhe nga zyra shqiptare për drejtën e autorit. Pra, ishte brenda domethënë edhe zoti Ervin Ruka, i përgjegjësi sektorit të gjykimit dhe administrimit të ankimeve në zyrën shqiptare të drejtës së autorit. Po mirë, nuk e vjen dot emrin për çështjen e kësaj zyre. Ku zbrojë e drejtës së autorit? Si ishte kjo zyra? Duhet mushesh me frym. Pra, profesori, i cili ne përshëndesim, ka punuar gjatë. Por të bindur që këtë libër nuk po zgjatëm shumë kupton sepse nuk ka një dyshimi që është libri profesor Nashës. Dua të tregoj një moment, domethënë, poezi dhe prozë poetike, thotë tu tek profesori, poezi dhe proza të shkurtuara e ka bërë, jo poetike. Det është e para, domethënë, Abdyl më fal, jo, të shkurtuara janë të dyja njësoj. Portrete dhe proza të shkurtuara, portrete dhe proza të shkurtuara. Abdyl Frashi te, në një Frashi njësoj, Ali Pashtë Pelena njësoj, Girolame Derata njësoj, Cakojtime mbi Agjecovin, Baramcuri, Fanoli, Shqiptarët pas kohës. Janë motë gjitha ato që profesor Nasha i ka studiuar me vite. Mirë që si ka shkurtuar më shumë, si djetë se dhe broshurë. Jo, nuk i ka shkurtuar, jo, por zotri më ka po shka të kore. Je mirë ti? Thashtë mo? Po jo, po pse ti shkurton dhe fjalla bie kjo? Që i ki më falë zonja Vasilika. Pse ti shkurton dhe? Apo ne profesori, ja 13-14 vjetë për të? Si ta shkurton dhe jo? Shkurtohet puna tjetëri, ka përnuar 14 vjetë tjetër. Pra ndaj pra të shkurtohet? Apo selekton të vitet. Ky vit bo. Edhe falë pra ikun dhe vetë. Nuk merrem me këtë raste, sepse është vërtet, është indinjus. Më thënë një profesor i nderuar, ka studiuar për 14 vjetë si gur të nderuar shqiptare, një nga burrat më të zgjuar shqiptar. Ai ka shkurtuar më fal, to presin liga thonë. Sepse edhe vetë Konica kur shkruan dhe në fund fare thoshte Konica gjithmonë, po e lëm mjaft me kaq personë se kam frikë mos u zëri gjumi. Unë të pjesë kam lexuar asnjëherë se më kishte zënë gjumi me sa duket. Se gjithsesi po ta kam llafin tu që kam përshtypjen që vërtet në këtë rast Ministria e Kulturës, organet kompetente, atë ku diu kush është, duhet të reagojë më njëherë, se s'mundet. Ke dakord që po themi që mirë drajzeri na e bën top. Po, më thënë, personalitetet e tjera si Konica, me profesor ka shqyquar. Gigant. Siç ky që ka studiuar, Nasho Jorgaqi, mund të mund të lëmë në dorë të Vasilikës. Po ka pas tjetër. Si është ajo mbi kokës rinte Vasiliqia, ç'është një kështu? Si mjekull të kokës. Si mjekull të kokës, ja. Ja mjekull dhe profesor Nashës mbi si Evropa. Ja mori kaka me shqitet. Bukur. Atë jemi ndërruar kalemi në moment tjetër shumë interesant. Ditë kemi hyrë në Tiranë. Kemi ardhur nga rrugë të ndryshme. Kemi dashur apo s'kemi dashur? Kemi hyrë në Tiranë, bukur. Kush nga autostrada, kush nga kombinati, kush Mena, kush Anena. Po keni von menu, e keni von, mos thoni jo. E keni von menu që kur hyp ne për shumë fjalabi konkretisht në kombinati, kur vjen ne kemi von menu që ju humb çoku kraut. Po që ndro venën mrapa me pasajerin opa, lejmë ti mund kemi vonë menu që për shumë në atë moment kur vje faturino më mbledh lekët që keni në Tiranë, tak thëmi dhëmë në për sëmëri, pa keni vonë menu për sotin e kalzoju. Kemi vure, shenjat e dojës fëmijës ke kroskoti? Bravo. Kemi vonë menu i gjë tjetër, përsa keni vonë menu së është e imja.
kom një 10 vjet që nuk takom do të më shoh njëri këtu në Arbon, pa çfarë do thonë jo. Po ka shkojmë në janë rruga keqe. Ka i biu në autostradë, ke kthesat e Shijaku, ka rrugën e Shijaku dal te. Kur dal te prap Pop unioni unë ketri? Jena ta për zjalli po me lave. I ke vonë mene ti, për s'do me treguti. I kam vonë mene, unë kam unë për vete. Ju goca i keni vonë mene, po? Jo, i keni vonë mene, ju është prish me një kyre, po hitë që fare. Ka në 10 vitit kalun. Ndikim të pandi, i keni vonë mene, ju, për... Sot kemi vendosur të dalim një xhiro dhe të shikojmë se çfarë gjendje janë të gjitha rrugët që lidhin Tiranën me rrethet. Mora rrugën për Janinë, isha vetë, bashkë me Arapacina, e pona. Mora rrugën për Qijake, me u taku me mikën me. Mora rrugën për Qijake, me u taku me mikën me. Më ka thoni si mëra, nësma qanuj këtë halin e te. Më ka thoni si mëra, nësma qanuj këtë halin e te. Mos më nen, moje pape, sa të roj e sa të dhe. Plot e kres moj do t'i shet, si janë në shumë ka dhënë të. Plot e kres moj do t'i shet, si janë në shumë ka dhënë të. Samir dhe doktor, ndodhemi në segmentin rrugor Tiranë-Durrës, ku gropat e shumta përgjatë këtij segmenti vështirësojnë tralimin e automjeteve. Mora rrugën për Tiranë, duke furmi bajton, vajzë të bukur për me qenë, për një dashuri të vërtet. Mora rrugën për Tiranë, duke furmi bajton, vajzë të bukur për me qenë, për një dashuri të vërtet. Unë me dy këmërën se vidati, shpërën me për baba. Unë vëre me knajsi që të gjithë qytetarët që lëvizin në këto rrugë kanë mirëkuptimin e dur dhe kuptojnë që kanë një vështirësi momentale që do të siguroj një komoditet të vazhdueshëm në momentin që veprat do të përfundojnë. Pra ishte kjo pjesa e mesit të themin e pjesa e bukur, folëm për nashi Rgaj, profesorin e madh, folën për rrugën që shkim Tiranë, folën. Para. Jo, monitor, kështu publicitet që thuhet. Para, pap që flutur e bukur. Atëre mbi një ruar shiko unë gjithsesi në fakt është pak e vështirë ta ndaj me ju këtë pjesë, por do mundohem. Është një moment që në fakt kemi diskutuar gjatë me doktorin për ta thënë, për ta bërë, por me ju ne nuk kemi të fshehta asnjëherë. Apo pse duhet ta themi? Nëse monitorimet, po pse duhet ta tregojmë? Ne mbajmë për ta kemi për veten tonë. Sipas kësaj spikere, i nderuari Ngjela pas ka folur për një lloj të paparë zgjedhjesh në Shqipëri. Sipas Ngjelës, kryeministri Berisha po bën presion për të kontrolluar gjykatën e lartë, e pjesë e këtij presioni është edhe kërcënimi për të çuar deputetët në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Shtejën vallë zgjedhjet e jashtëzakonshme, zgjedhje me SMS si tek Big Brother, apo zgjedhje me kokra si në 46-ën? Në fakt, nuk ka faj se herë me dru e herë me të vjedhur, vështirë të jenë bërë zgjedhjet zakonshme e normale ndonjëherë tek ne. Po si do qoftë, cili është komenti i vetë Ngjelës për zgjedhjet e jashtëzakonshme? Për sa përket zgjedhjeve parakohshme. Aha, pas kanë qenë zgjedhjet e parakohshme. Zgjedhjet e jashtëzakonshme. Zgjedhjet parakohshme. Ora mos kujtoni se lajmi është matematik 1 e 1 bëjnë 2. Jo, varet nga këndvështrimi.
Për shembull të flasim për turizmin. Plazhi i Velipojës po frekuentohet nga një numër i madh pushuesish të ardhur nga e gjithë Shqipëria. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore si dhe pastrimi i plazhit pritet që të ndikojnë pozitivisht në shtimin e numrit të pushuesve gjatë këtij sezoni turistik. Mirë po, sa po ti bën valixhet gati për në Velipoj, të kthen menjëherë një tjetër televizion kombëtar. Do të flasim në vijim për infrastrukturën rrugore dhe papastërtinë të cilat rrezikojnë edhe këtë vit sezonin turistik në plazhin e Velipojës. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore si dhe pastrimi i plazhit pritet që të ndikojnë pozitivisht në shtimin e numrit të pushuesve. Do të flasim në vijim për infrastrukturën rrugore dhe papastërtinë të cilat rrezikojnë edhe këtë vit sezonin turistik në plazhin e Velipojës. Prandaj nuk ka thënë koti moçmi. Pyet 100 vet e bëj si ti vet. Ky doktor i nderuar ka një teori të tillë për plakjen. Sipas tij, plakja është relative. Sa më shumë seks të bësh, aq më i ri të duket vetja, e aq më shumë e sfidon kohën. Kjo teori në fakt bie në kundërshtim me qëndrimin zyrtar për këtë çështje. Pra ka gjithmonë lidhje. Njerëzit që nuk bëjnë seks të mirë, që nuk bëjnë seks me dëshirë, që nuk bëjnë seks vibrant, sigurisht edhe psikologjikisht, edhe fizikisht janë më të rënë, ata duken më të rënë, duken më të moshuar. Se më ndrysh kur penda tani, që ti bëj kosu, koha është e pa mëshirë, ta ndrysh këpendën. Dhe efektet e saj në jetën psikologjike dhe në gjendjen e shëndetit janë të pa diskutueshme. Atëherë miq nderuar, është vërtet një çka, për sonte ju falenderoj për mendjen tuaj, ndërkohë përsëri nëse Vajza. Jo, një sekondë, po thoya që pas pak do të jetë top show, do të jetë top show, sot do të flitë për problemet e Maqedonisë, do të mbijetesa e Maqedonisë. Po tani thej, ka shumë gjëra. Ato lidhen me kursin integrues në NATO dhe BE, cilësitë e marrëdhënieve midis sallëve, shqiptarëve për plazhin e drejtësisë të Kinit, pritjen e zhvillimit ekonomik të avancuar. Faleminderit. U sqaruat. Ato janë probleme procesit që do të bëjmë sa tjera. Ja, bojmë dushmanit gati. Yeah, you know who it is.